Që këtu fillojnë pyetjet me shtjellim, me zhvillim, pra që duhet formulojmë dhe të shkruajmë përgjigjen, jo thjesht të rrethojmë alternativa. Pyetja e radhës e teta është kjo. Gjeni tezën që shtron autori dhe dy argumente në mbështetje të saj. Siç e shihni, përgjigjja vlerësohet me 3 pikë, një për tezën dhe nga një për secilin argument. Çfarë duhet dim paraprakisht që të mund të japim përgjigje kësaj pyetje? Që teza është një opinion i cili mbrohet më tej me fakte, të dhëna, mendime, me argumente domethënë. Që rregullisht teza jepet në fillim dhe pastaj mbrohet, pra në vazhdim duhet gjejmë argumentet. Por kjo s'është e thënë, ka plot raste kur tezën e gjejmë në fund, pas argumenteve, ose raste më horror kur teza s'jepet fare, nuk kuptohet, pra që duhet në një farë mënyrë ta gjejmë vetë, ta formulojmë. Gjithsesi, rregulli na orienton që tezën ta kërkojmë në paragrafin e parë ose të paktën në paragrafin e parë. Shohim në paragrafin e parë fjalitë me radhë për të pikasur se cila i afrohet më tej për kufizimit të tezës. Nga të gjitha fjalitë, dy të fundit i përmbushin kriteret. Studimet tregojnë se kjo, sakrifikimi i gjumit, mund të jetë një zgjedhje e dëmshme. Nëse njerëzit nuk flenë çdo natë, ata e dëmtojnë seriozisht organizmin e tyre. Tani shohim gjithë tekstin dhe vëmë re që vetëm opinioni i dytë mbështetet me fakte, shifra, statistika, me argumente. Mungesa e gjumit dëmton sistemin imunitar tek njeriu, pra mungesa e gjumit, mosfjetja çdo natë dëmton organizmin. Dhe shpjegon më tej si e dëmton. Mungesa e gjumit është përgjegjëse për të shkaktuar disa sëmundje, pra që dëmtojnë organizmin, dhe jep statistika për ta vërtetuar këtë. Gjumi i pamjaftueshëm ndikon në funksionimin e trurit, dhe jep atë shpjegimit me molekulat energjike. Gjumi i pamjaftueshëm dëmton edhe kujtesën. Është e qartë që konstatimi ose opinioni, nëse njerëzit nuk flenë çdo natë, ata e dëmtojnë seriozisht organizmin e tyre, mbështetet me argumente gjatë gjithë tekstit. Pra, gjetëm tezën, por gjithashtu edhe argumentet. Shënojmë dy sa aq na kërkojnë dhe përfundojmë me këtë pyetje. Pyetja tjetër, e nënta, na kërkon të identifikojmë dy arsye për shkak të cilave njerëzit sakrifikojnë gjumin. Jemi këtyr kaq herë tekstit sa që na kujtohet që në paragrafin e parë jepen arsyet për cilat njerëzit sakrifikojnë gjumin. Një ndeshje midis klasave në shkollë, studimi disa javor për provimin në kimi, larja e pjatave në shtëpi, pra lista e punëve dhe veprimtarive të përditshme që drejtojnë jetën e një njeriu është e pafund. Dhe çfarë bëjnë njerëzit për t'i përmbushur të gjitha këto? Qëndrojnë zgjuar deri vonë ose ngrihen mjaft shpejt në mëngjes dhe humbasin gjumin. Nuk do shumë tru për të shënuar arsyet. E para një ndeshje midis klasave në shkollë, e dyta studimi disa javor për një provim në kimi, e treta larja e pjatave në shtëpi, mjaftojnë dy, shënoni këtë doni. Po të doni, mund t'i përmblithni arsyet në kategori. Për shembull, meqense ndeshja midis klasave dhe studimi për provim kanë të dyja lidhje me shkollën, mund t'i shënojmë si veprimtari shkollore. Larjen e pjatave për shembull si veprimtari shtëpiake, kështu me radhë, nuk është gabim. Skema e vlerësimit për shembull kështu i ka shënuar. Të keni parasysh një gjë që çdo skemë vlerësimi, pasi e përgjigjet standarde që duhet jap nxënësi, nuk harron të shënojë në fund që çdo përgjigje që do të jap nxënësi, pavarësisht se mund të mos jetë sipas standardit të skemës, por është logjike, do të merret parasysh, pra do t'i marr pikët. Pyetja e 10 na kërkon të zbulojmë në paragrafin e parë raportin shkak-pasojë, të shkruajmë shkakun, të shkruajmë pasojën, pastaj të tregojmë me çmjet gjuhësor realizohet lidhja midis tyre. 3 pikë. Një për shkakun që do gjejmë, një për pasojën dhe një për mjetin lidhës gjuhësor. Është e disa herë që po i kthemi paragrafit të parë sa e kemi mësuar përmendesh. Sipas pyetjes, këtu duhet ketë ndonjë lidhje shkak-pasojë. Një ndeshje midis klasave etj. Pra, veprimtaritë e përditshme janë të pafund. Si mundet një person t'ia dalë t'i organizojë? Njerëzit qëndrojnë zgjuar deri vonë ose ngrihen shpejt në mëngjes dhe humbasin gjumin. Por studimet tregojnë se kjo mund të jetë një zgjedhje e dëmshme. Nëse njerëzit nuk flenë çdo natë, ata e dëmtojnë seriozisht organizmin e tyre. Ja ku e gjetëm lidhjen shkak-pasojë këtu. Nëse nuk flenë çdo natë, ky është shkaku, për këtë shkak dëmtojnë organizmin e tyre. Kjo është pasoja. Shënojmë shkakun, pasojën dhe i rikthemi paragrafit për të gjetur mjetin lidhës gjuhësor. Nëse njerëzit nuk flenë çdo natë, ata e dëmtojnë seriozisht organizmin e tyre. Pra, lidhja nëse bën lidhjen midis shkakut dhe pasojës, me kushtin që njerëzit të mos flenë çdo natë, nëse nuk flenë çdo natë, do të dëmtojnë organizmin e tyre. Shënojmë edhe mjetin gjuhësor, lidhza kushtore nëse dhe mbyllim edhe me këtë pyetje.